Përshëndetje dhe mirë se vini në fillimin e një rrugtimi që ka qenë gjatë të mendjen time, të titulluar Mind Podcast. Pa humbur kohë, do ftoj ose do prezantoj më saktë një mikun tim, Ardian Tafaj, personal trainer. Mirë se erdhe. Mirë se gjetëm. Pse pikërisht personal trainer? Atëherë personal training ka nisë në vogëlsi me lagjen bashkë me fshatarët. Krijonim lojra improvizuese, më rregullore, edhe pak a shumë përgjithsisht unë isha trajneri që i komandoja, që udhëhiqja. E shikoja që më ndiqnin, edhe unë ndjeja mirë. Edhe thash, okay, pse mos ta vazhdoj më tej. Më pas vazhdova sportin e boksit dhe më pas universitetin e sporteve. Kur pasi mbarova shkollën e lartë, kam vazhduar instruktor salle në palestër për disa vite. Dhe aty kuptova kulmin e pasionit tim ku më erdhi klienti i parë që më selektoi për personal training. Dhe ku fillova seancën e parë, startova kronometrin 60 minuta, i gjithë universi u mbyll, i gjithë përqendrimi u përqendrua te klienti, edhe bluetoothi si më thën lidhja, pra instruktor klient dhe anasjetas. Ishte një ndjenjë fantastike. Duke thënë që e ke filluar herët si punë, domethënë ka qenë atë kohë kjo njohja e personal trainer në Shqipëri? Le të themi as pak. Nuk ka qenë e njohur, shumë pak. Domethënë si ka ndryshuar kohë nga ajo lagja, trajneri i lagjes, edhe tani tek kjo puna jote e vazhdueshme më sot? Mbaj mend pasionin edhe sakrificat më tepër, pra me kushte jo të mira pune, por që pasioni ta bëte që kjo mos t'u dukte tu ishte e zbet te këtij. Pra, ti shikoj vetëm të ecje përpara në profesionin tënd, të kishje rritje, edhe pse shumë e zbet, edhe në kurrikut shkencore, edhe në të kuptuarit personal training, por që me kalimin e viteve ky profesion mori ngjyrë. Shumë mirë që jemi në Shqipëri dhe funksionon shumë kjo metoda e miteve. Çfarë është ndonjë mit që ty të shqetëson dhe do doje ta ndryshoje këtë gjë? Mite ka shumë fitnessi, besoj si çdo profesion tjetër. Me kalimin e viteve, me ardhen e shkencës dhe rrjeteve sociale, disa mite kanë rënë sepse janë vërtetuar, është shumë e thjeshtë të googullosh diçka dhe vërteton është apo nuk është e saktë. Mirë po, mbaj mend edhe akoma sot sa ditë është pjesa e qesës, pra një qese apo një korse për humbjen e peshës, që mbahet në pjesën e fashës abdominale dhe ti futet në treadmill, pra në pistën e vrapimit. Po, ose për të veshur trash, vishemi trash. Ose vishesh trash, kur ti në të vërtetë ke humbur vetëm ujërat, edhe më pas stërvitjes mjafton një gotë ujë të konsumosh dhe ti rikthesh prapë në pjesën e tuaj. Cili është gabimi më i madh tek njerëzit që stërviten vetëm? Faktikisht nuk mund të veçë vetëm një, po do rrethoja dy gabime. E para është biomekanika e stërvitjes, ku e bën vetëm, pra ekzekutimi i ushtrimit që është shumë thelbësor për mbarvajtjen e stërvitjes dhe për progresin, sigurisht edhe për të mbrojtur veten nga dëmtimet, që është e parë, dhe skeda e periodizimit, që kemi një periodizim në programin e fitnessit, ku ndahet me mikro, mezo dhe makro cikël. Me gjithë të eksperiencën tënde disa vjeçare, ke menduar ose e ke hasur atë problemin që një klienti juaj ti ke thënë që ndalo tani se po e bën këtë nga biomekanika siç e the e keqe, dhe ai po tentonte prapë që të vazhdonte po me atë mendjen e tij. Shumë e vërtet, do të kemi shumë kujdes ku korrigjojmë një klient, një person në palestër, sepse ai mund të ketë vite që e bën në teknikë të gabuar diçka apo e ka mësuar të tillë. Pra kujdesi që duhet bërë me kontakti i parë me klientin është shumë i kujdesshëm. Në mënyrë se si afrohemi, duhet të pyesim si e ka emrin, çfarë punë bën. Pastaj gradualisht do të futemi tek ushtrimi për t'ia bërë të kuptuar që ushtrimi është gabim. Dhe në këtë formë ti forcon lidhje me klientin dhe ky mund të jetë një klient jot, pse jo dhe personal. Si dallon ti këtë si personal trainer? Domethënë, edhe me sa unë të njoh ty, e kam parë dhe formimin tënd profesional që i angazhuar me kurse, me trajnime, me gjitha këto. Po një personal trainer i veçuar tani se edhe po funksionon dhe ky trendi i personal trainer që edhe krijojnë vetë atë emrin e tyre si personal trainer, po në vërtetë ai formimi mungon. Kam përshtypje që klientët janë inteligjent. Pra klienti është inteligjent në fund të ditës. Unë nuk kam vesh për muzikë, për një muzikë të bukur e dalloj.
nuk kam sy për balet në një numër koreografik të bukur e dalloj. Kështu që dhe klienti është i zgjuar. Në moment që i bie e vërteta, kupton që ajo nuk ishte e vërtet më përpara. Kështu që në këtë formë selektohen edhe instruktorët. Në këtë punën tënde të përditshme, të cilën e ke kontakt me njerëz, të njëjtë sikur e kemi edhe ne fizioterapistët, a ke hasur probleme ndonjëherë në bashkëpunimin fizioterapist edhe personal trainer? Shiko, personal trainer për instruktorët, ne duhet njohim limitet tona. Kemi një vit të kuq që nuk e ka përcjell dot. Ne nuk jemi fizioterapistë, ne nuk bëjmë diagnostikim të problemit. Si edhe fizioterapist nuk është personal trainer apo trajner salle. Pra, duke njohur limitet, të dy duke u bashkuar, japim produktivitet të mirë klientit dhe nuk ju mbasim kohë lart e poshtë, sepse ai është bën progres shumë shpejt duke lidhur të dy botat për personal trainer me botën e fizioterapisë, edhe nuk harxhon kohë dhe para lart e poshtë. Pra gjen dy personat e duhur dhe bën progres në rast se ka problem, se ka edhe njerëz që nuk ka problem dhe vazhdon vetëm tek njëri apo tek tjetri. Raste me dëmtime që kanë ardhur pastaj dhe kanë gjetur një formë rehabilitimi të mirë nga ana jote dhe ke thënë fundës time dhe ja dola që ta rikthej nga dëmtimi ose ta ndihmoj që ta kaloj këtë lloj dëmtimi. Ka pas raste kur klienti ka ardhur dëmtuar, mund të ketë ardhur si pasojë nga një stërvitje e gabuar, mund të ketë ardhur si pasojë e diçkaje të vjetër që ai nuk e ka ditë dhe është shfaqur në ato momente, por protokolli që kam unë në palestër është që ne bëjmë disa teste si anamneza, edhe si intervista dhe anamneza që bëhen në fillim, që marrin sa më shumë të dhëna, bëjmë dhe testet e fleksibilitetit, të madjet perimetrike, fotografitë që bëhen të klientit me busin për të zhveshur lart. Aty kjo të ndihmon shumë për të parë formën, simetrinë e trupit, për të dhënë një indikacion pjesa frontale, laterale, posteriore. Pra këtu mund të shikojmë ka apo nuk ka dyshim për kifos, hiperlordoz apo për një skolioz të mundshëm. Dhe këtu pikërisht pastaj fillim ndarjet. A është ky rast për të çuar në studion e fizioterapisë, dhe nëse është e këshillon, nëse ai nuk e adreson, nëse klienti nuk di se ku të shkojë, ose klienti e ka. Në studimet e fundit po përmendet që trajtimet e skoliozës ose skoliozat vetë nuk duhet shkojnë në palestër, për faktin jo se nuk duhet shkojnë që të bëjnë stërvitje, por nga një keq orientim i personal trainer që thua dhe ti nga formimi i tyre, sepse nuk e dinë se çfarë është skolioza në të vërtetë. Thjesht bëjnë riforcim muskulature, por ajo skolioza fillon edhe gjithkohës edhe deformohet akoma më tepër, edhe i jep akoma më tepër shqetësime pacientit. Si e mendon ti këtë? Çfarë formimi duhet ketë një personal trainer që të arrijë, domethënë që të krijojë gjithë atë besimin edhe për pacientin, por edhe për shëndetin e pacientit në kryesore? Patjetër duhet të ketë formim edhe nga ana e fizioterapisë, për të njohur posturën. Ka klientë që nuk e dinë që kanë apo posturë, një sjellje skeletike apo skolioz. Ka klientë që e dinë, por për një arsye nuk e bëjnë publike. Pra je ti që me një test Adam e një skoliometër që mund ta shkarkosh në telefon, ti e shpoton apo e vën në pak klientit. Pra, në këtë pjesë ti shfaq anën profesionale tënde, edhe bën një punë të mbarë. Në rast se klienti dyshohet për skolioz, bëhet matja. Siç e dim, 0 deri në 10 gradë nuk është skolioz, plus 10 gradë futet në skolioz lehtë. Nëse është plus 10 gradë, atëherë po më duket sikur je ti fizioterapist dhe jo fizioterapisti tani. Faleminderit. Në këtë rast patjetër që duhet të ketë një shikim nga një sy profesionist nga studia e fizioterapisë ose nga ortopedia. Na thuaj një eksperiencë personale tënde në palestër që ty të kalon mbresa. Klienti që ka ardhur, që ka bërë ushtrimet e sakta të stërvitjes, që ka ndjek një periodizim të caktuar, që ka ndjek sidomos tempot që ne kemi në stërvitje, që është pjesa koncentrike, eksentrike edhe izometrike. Në moment që klienti i ka bërë në mënyrën e duhur, sigurisht ka ardhur më shpejt në progresin dhe në rezultatin që ai do. Gjithmonë duke marrë parasysh objektivin që kërkon klienti. Në bazë të objektivit që kërkon klienti, aty ndërtohet gjithçka. Pra nuk jemi ne që vendosim objektiv klientit, por është klienti që e vendos objektivin. Ke patur raste me klientë që kanë patur një transformim jo vetëm fizik, por edhe emocional të tyre? Patjetër. Kam një rast, një femër para 4 vjetësh, e huaj, më ka ardhur dhe kishte një tufë me gjëra, le ta themi, populloshe, kishte tunel karpal, kishte
tek L4, L5 kishte ndërhyrje operacion tek hernia diskale për shkak të një aksidenti që kishte bërë, kishte kryer edhe rehabilitimin. Njëti person kishte hipertension, si dhe obez shkalla e 3. Unë jam klientja. Pra ti gjën e parë që mendon, po pse kjo mund të jetë osteoporozë, kjo është mbi 50 vjeç. Edhe mbi 50 vjeç për shkak të menopauzës femrat e vuajnë pak më shumë, janë më afër osteoporozës, dhe ti thu, tani çfarë do bëj, edhe pa bashkëpunim dhe pa orientim nuk ja del dot. Klienta ishte e disiplinuar në këtë pjesë dhe me erdhje përgatitur me doktorin e vet të familjes. Kishte marrë një okay nga doktori për të bërë ushtrime. Filluan fillimisht me ushtrimet e ujit, që mos kishte rëndes të kosat, kaluam me fitball, me teraband, edhe me peshë atleta, me peshën biomekanike të trupit dhe pati rezultat jashtëzakonisht të mirë. Kush janë moshat kryesore që duhet ta fillojë një palestër dhe deri kur mund ta ketë limitin një palestër, apo nuk ka limit fare? Nuk ka limit, duhet ta fillosh palestër. Në çfarë moshe këshillohet, domethënë që në vogli apo domethënë cilat janë moshat që thonë janë ta them edhe në fillim që janë disa mite që thonë pa bër 14-15 vjeç mos shkon palestër, por nëpër botë bëjnë palestër edhe 8 vjeç, 9 vjeç, gjithë këto sportistët e rinj të cilët janë prap i çojnë në palestër, i kam parë disa herë edhe në studime që bëjnë leg press, leg extension e gjitha nga këto. Dalim pak nga fitnessi, flasim për sportin. Për sportin, disa sporte që fillojnë që bebe. Notin për shembull mund ta fillosh që bebe. Në tërësi vetëm palestra, kjo pjesa e palestrit që cilë janë edhe domethënë veglat e punës, leg press, leg extension, leg curl, gjithë këto më radhë. Mund ta fillosh për mendimin tim rreth moshës 14 vjeç, sepse duke qenë më pak se kaq nuk e vëmendjen e duhur që ti të vazhdosh të kesh seriozitet në punën që po bën dhe je më afër dëmtimit, po sigurisht me një përkthyer të mirë mund ta fillosh edhe në atë moshë. Në 14-15 vjeç, mendoj me një biomekanik të strukturuar me trajner në kokë, patjetër që po. Madje është shumë e mirë dhe këshillueshme. Tek këto se po hasim pak sa nga tek gjitha, tek rastet me hernie, si hernie cervikale ashtu dhe hernie lumbare. Çfarë sugjeroni më tepër, se dikush sugjeron pjesën e mobilizimit më tepër, stretching e gjitha këto, dikush sugjeron që të punohet me pesha. Kush është më e sakta si teori nga mendimi jote? Do bëjmë një ndarje. Klienti po të erdhi në fazë akute, patjetër duhet një vizitë tek specialisti. Pasi ka bërë kontrollin te fizioterapisti, le të themi, atëherë ti futesh kontakt me fizioterapistin në email apo me lidhje direkte. Që do thotë, nëse kompetenti të jep për të vazhduar, atëherë ti ke gjithë kompetencat për të vazhduar me sketën tënde. Në rast se jo, do ndjekësh këshillat që të japi specialisti. Dhe në bazë këshillave do ecesh paralelisht. Ose për një kohë të shkurtër ndalohet stërvitja, bëhet rehabilitimi, forcohet dhe pastaj vjen personi që vuan nga hernia diskale. Nuk e merr një dot përgjegjësinë ju direkte që thonë hajde se ti bëjun ushtrimet pa pasur një ndërtimin e dikujt tjetër. Patjetër. Duhet jo një. Po pa bën një vlerësim, absolutisht jo. Do shumë guxim që ti thosh tjetrit bëj diçka pa kuptuar mirë ti çfarë ka ndodhur në trupin e tij. A ka 2 vjetër, a ka 3, a është akute, a është kronike, ti nuk ke zero të dhëna. Tani po hapen shumë edhe disiplina të fitnessit, si pilates, yoga, mund ta quajmë edhe yogën, crossfit, palestra. Çfarë ndryshimi kanë këto disiplina mes njëra tjetrës? Dhe kush sugjerohet që është kush është një më efektive në të gjitha këto? Sipas mendimit tënd gjithmonë. Të gjithë disiplinat janë efektive. Siç e thash në fillim, mbaret në bazë të objektivit. Kush është objektivi jot? Qofse ke objektiv force, do merresh me fitness, me crossfit. Qofse ke objektiv tjetër, do merresh me atë sport specifik që të japi, do të afrojë afër objektivit që ke. Pra, në bazë të objektivit që keni. Kur kemi rastet e grave në moshë, siç e tham pak përpara, nga 50 e lartë që dim që kanë një defekt të jetës tyre, siç është menopauza, domethënë që
mirë dhe keq ndikon drejt për drejt në strukturën e tyre kockore dhe artikulare, gjitha këto. Çfarë sugjeroni për to? Momentin që ato kanë kryer gjitha vizitat, gjitha ndoshta dhe fizioterapitë, gjitha këto, po në një moment ato vinë dhe kërkojnë edhe nutricionit tek ju, domethënë a ka suplemente të thonë, a ka që mund ndikojnë tek këto magnezi, gjitha këto. A jeni ju nga ato personal trainer në formimin tuaj që i sugjeroni këtyre klientëve këto lloj gjërash? A kam një ori? Patjetër që kam. A i sugjeroj? Këtu pastaj është një linjë që të ndanë. Ne kemi bashkëpunim si me studiet e fizioterapisë dhe me mjekët, kemi bashkëpunim edhe me dietologët. Pra, është një fushë dietologjie. Pra, ai personi që ke përballë duhet të ketë analiza, sidomos ajo moshë në po flasim, duhet të ketë analiza, nuk mund të japun pa pas analiza dhe nuk mund të jemi gjithë bërës. Unë do bëj ose personal trainer ose do bëjmë dietologun. Sigurisht këshilla të vogla pak mund të jap patjetër. Por jo të jap një recetë të mirëfillt për një ndërtim. Çfarë sugjerohet më tepër në rastet e menopauzës? Çfarë ushtrime sugjerohen? Çfarë ndjekjesh bën me ushtrime, me stretching apo me çfarë natyrë ushtrimesh mund t'i ndihmojmë këto lloj pacientësh në rastin tim, edhe klientësh në rastin tënd? Do të jap dy raste. Do të marr një rastin me hipertension. Njerëzit që vuajnë nga hipertensioni kanë dy mënyra se si të shërbiten. 5 deri në 7 herë në javë, rreth 30 minuta, të shërbiten në mënyrë aerobike, ose 2 deri në 3 herë në javë, shërbiten me pesha në hipertension. Kurse personat që vuajnë nga osteoporoza duhet punojnë me pesha, sepse peshat të ndihmojnë për forcimin dhe rritjen e densisë kockore. Kjo është një vërtetuar shkencërisht. Kush është cikli javor më i rregullt për këto lloj rastesh? Domethënë 3 herë në javë, 2 herë në javë, 5 herë në javë, apo si varion kjo, apo varion në mundësitë e klientit? Në mundësitë të klientit, në objektivet e klientit, edhe në kush është ajo që ju sugjeroni më tepër, domethënë që me këtë problemin që ke ti, duhet të kesh 5 ditë, duhet të kesh 5 seanca ose duhet të kesh 3 seanca në javë apo ke hipertension, do të merresh me pesha, do të këshilloj 2 deri në 3 herë në javë. Nuk i do të merresh me pesha, do të bësh pak kardio, pak, mund bësh 5 deri në 7 herë në mënyrë të moderuar, rreth 30 minuta në ditë. Por kjo është ndarja. Pra në bazë të objektivit. Ka raste që mund ketë pasur ndonjëherë problem mbi ngarkesa ose jo nuk po them në tëndën personale, por në gjithë djenin tënde, mund kesh dëgjuar raste që mund ketë pasur në përlestër dhe dëmtime të pacientit ose të klientit? Është prezente nëse nuk ka periodizim të saktë, që do thotë klienti po shkoj me intensitet të lartë. Unë fakt për të presën kam patur një rast në klinikën time që me vajza kishte bërë një jumping jacks që kishte dëmtuar ECL-ën nga ajo lloj ushtrimi. Por fakti ai ushtrim ishte bërë nga vajza që ishte diku te 80 ca kile. Edhe ishte diku te 1.70 gjatë. Pra kishte goxha peshë për trupin e saj dhe ai ushtrim i kushtoi një operacion jo të lehtë, themi, dhe një kohë pasiviteti jo të pakët, por një kohë pasiviteti goxha gjatë. Çfarë thirrje mund bësh ti për kolegët e tu? Bashkëpunimi sa më i ngushtë me specialistët. Që është e para. Ngarkesa që ne i bëjmë klientit, intensitet, volum, çon në overreaching, overtraining. Që do thotë, ezaurim, shtërim total i trupit. Trupi nuk është i gjendje pastaj të mbroj veten. Pra, dobësohet i tëri. Pra duhet kemi parasysh sidomos femrat që vuajnë nga konstrukti muskulor, sepse lindin të tilla me një muskulaturë të dobët, duhet dim kë kemi përballë, do të marrim historikun, anamneza na ndihmon shumë. Intervista e parë që na ndihmojnë zakonisht shumë. Kam pas klient në 2015, kam pas klient të moshës së 16 vjeç. Atëherë asaj kohe bëja circuit fitness, edhe ku i bëra fotot
siç folëm pak më parë, i shikoj një asimetri të trupit. U lidha me babain e klientit edhe i thash të lutem për merak një kontroll djalit tek ortopedi sepse kam dyshim tek diçka. Nuk e di çfarë është, nuk e them dot, por kam dyshim. Uroj nuk ka asgjë. Pasi kishte bërë vizitën, më mori telefon më falenderoi. Kishte fillimin e një skolioze të lehtë. Dhe në bashkëpunim me ortopedin, skoloza e lehtë nuk u avancua, por reduktua. Që shumë mirë mbajtur. Pra kjo është përgjigjja mendoja as pyetjes që më bëre. Po një mesazh për gjithë si klientët në thelbin e dëmtimeve ose në rikuperimin e tyre për cilin dhe po flasim, por dhe jo vetëm, do doja edhe një mesazh për gjithë personal trainerit e ri që po e fillojnë tani punën. Për klientët që janë duke rikuperuar, është bashkëpunimi me fizio. Me thënë drejtën, fizio bashkëpunon pak më tepër me ne se sa ne me fizio, sepse pas rehabilitimit kondicioni do kthehet normal, do vi patjetër të fitoj muskulaturën, lëvizjen. Ka bërë ACL tek ju, mobilitetin, romin e gjurit, do vi të forcojë quadriceps, abductor, adduktor dhe hamstring, do vi tek ne. Të them personal trainer që janë të formuar, sepse tani e rëndomt po bëhen personal trainer dhe ato që bëjnë një muaj palestre dhe e marrin vetë stafetën në dorë, le të themi, dhe fillojnë edhe bëjnë të korrigjojnë ushtrimet, të tregojnë ushtrimet që ndoshta edhe biomekanikën siç e prekim fillim nuk është e saktë, edhe ato që po tregojnë, mirë ato që po bën ti vetë. Atëherë, për personal trainer që sapo kanë filluar, mund të jenë të vetëquajtur, sapo kanë filluar pas një muaji palestre, pronari palestre i ka pëlqyer për shkak të fizikut dhe i ka marrë në punë, deri këtu nuk më do të jetë gabim, në qoftë se ai vazhdon e evolon, vazhdon formimet gjatë gjithë jetës, sepse si mjekësia edhe fitnessi nuk janë shkencë eksakte. Pra 2+2 sot bëjmë 5, 2+2 nesër bëjmë 10. Me trupin, çdo lloj gjëje që është në lidhje me trupin nuk është shkencë eksakte. Nuk është shkencë eksakte. Ne mund krijojmë hipoteza shumë të mëdha për trupin, por që do na çalojnë në një vend tjetër. Të mora këtë rast sepse ka që mbarojnë shkollën e lartë për mësuesit i edukim fizik apo për rekreacion që është për instruktor palestre dhe popullorëshe fusin duart në xhepa dhe nuk bëjnë më asgjë, ndërkohë që gjërat ecin shumë shpejt. Çfarë sugjeroni për këta të rinj që duan të fillojnë jetën e personal trainerit? Çfarë direktivash mund të jetë një si tani le të themi profesori i këtyre? Çfarë direktivash jepni për brezat e rinj që duan ta fillojnë këtë lloj zanati, le të themi? 3 këshilla: punë, studim, sinqeritet. Qofse je i sinqert, je i pasur në punën që bë, gabimi është super minimal ose nuk e se bën gabim. Po nuk bëre gabim, nuk po të mësosh, por që gabimet shpresoj të jenë sa më minimale. Puna, se duhet të jetë praktik, edhe teoria për të mësuar kurrikulat shkencore të fundit. Kur thua kurrikulat e fundit, ku bazohen? Ku mund të ketë për të parë ose për të lexuar, sepse tani e kemi parë që dalë ChatGPT dhe po bazohen që gjithë tek ai, ma thuaj një ushtrim për lunges ose squat dhe do thoj bëj 3 nga 10 ose 4 nga 10 dhe ku do të bazohen më tepër ato që të mësojnë? ChatGPT-ja, më thonë të drejtë, nuk më duket diçka negative, përkundrës më duket pozitive. Jo, është shumë pozitive, por fakti është që po na bën shumë dembel për shumë e vërtet, shumë e vërtet. Po jep avantazh disa që duan punojnë, kështu që do thellojë punëtorët me jo punëtorët. Por më frikë kam që e bashkangjis me mitën janë rrjetet sociale. Pra, ti shikon nga rrjetet sociale, nga Instagrami, shikon një super trup që bën një ushtrim elastik. Edhe mendon se ai super trup është bërë me elastik. Edhe shkon nesër, pas nesër punon me javë të tëra, me muaj të tëra, vetëm elastike sepse ke parë një video në YouTube apo në Instagram që njëri është bërë trup me elastik. Apo shikon njëri që punon me intensitet në pesha shumë të larta, edhe mendon se ti je gati për punuar me këto pesha të larta. Ndërkohë që trupi jot nuk është gati, nuk ka as artikulacione të forcuara mirë, nuk ka as konstrukt muskular dhe ti nuk e filluar fare as në mikërcik. Një person që merret në palestre duhet ta ketë me patjetër trupin e fryrë siç e kemi parë nëpër foto, nëpër filma ose gjithandej që e shohim dhe rrjetet sociale, këto është kriteri i palestrës që duhet të ketë muskujt, duhet të jetë i fryrë gjitha këto, apo nuk është palestra mund ta ketë thelbin edhe mirëmbajtje ose rehabilitim?
mund të jetë avantazh, mund të jetë dhe bezdi në personal training. Se Kur është koha e fluksit tek ju personal trainer, domethënë që njerëzit vinë kërkojnë dua trup, dua të bëj muskël barku, dua të bëj jogs, dua të bëj vite, gjithsesi si janë të ndara. Femrat besoj kërkojnë më tepër në kohën e pranverës sepse po përgatiten për plazh, por po meshkujt. Kur e kanë atë ciklin e tyre që duan të bëjnë shpatula, duhet të bëjnë biceps e gjitha këto. fillon një shkëndi pas vitit të ri, Kanë ëngër shumë gjildeti. fillon një shkëndi atje bap, pastaj pas çdo muaji kjo shkëndia fillon kthehet në stres. Më kaluan ka dhe një javë ku do filloj gjithmonë starti është i vështirë. Starti është gjysma punës. Po një mesazh më tepër për gjithë ata që duan të nisin fitnessin, një ndër ato jam dhe unë që them do filloj vrapit, po nuk e filloj. Ku duhet ta gjejnë forcën që ta fillojnë këtë fitnessin dhe çfarë përfitimesh do kenë ato nga fitnessi? A duhet ta nisësh fitnessin? Patjetër që po. Kur duhet ta nisësh? Që sot. Po pse? Pse? Arsyeja Ma mbush mendjen mua që unë duhet të bëj fitness ose një klienti që duhet të bëj fitness. Jo tek ti, por në tërësinë e saj, duhet të filloj të merret me sport, me aktivitet sportiv. Po të shosh palesën, ka njerëz që shkojnë për ego, ka njerëz që shkojnë për të bërë foto, ka njerëz që shkojnë për trend. Mu pëlqen kjo. Pra ti në palestër. Pas është detyra e ne instruktorëve që të fillojmë të strukturojmë këtë lloj klientele që kemi. Por gjë e mirë sepse i kemi në palestër, nuk janë në rrugë. Pra aty fillon gjithçka. Ti duhet të vish palestër, këti sepse je duke bërë një podcast dhe do duhen energji, do të jesh në formë, do të kesh posturën drejtë. Si ma transmeton ti mua energjinë që ti nuk ke një hipertrofi, një tonus mirë, një energji. Kështu po ta përshtasun ty, domethënë që të ta afroj pak te palestra. Tani po bazohen që gjithë në këtë pjesën e shkencës dhe teknologjisë që janë gjithësisht ngrusur, gjithësisht ngrysur, edhe është stili i jetesës, mendoj më tepër kjo që po i mbyll njerëzit. Gjithë ato prindër, le të themi, që kanë, po i prekim edhe pjesën e fëmijëve paksa. Gjithë ato prindër që i lejnë fëmijët me orë të tëra në para kompjuterit dhe para telefonit ose tabletit i gjithë tyre. Çfarë sugjeron atyre për fëmijët e tyre? Në ditët e sotme nuk duhet të sulmosh prindërit 100%, se nuk është aq e lehtë që tani çfarë do të bësh? Se që ishe bërë dhe baba vetë do të shohim më vonë se çfarë. Dhe tani për ja dalë në sukses. Ideja është që rritja e teknologjisë dhe gjithë puna na sjell në jetë sendëndare. Ku jemi në këtë pozicion, lëvizja qoftë edhe për 30 minuta, 40 minuta nga tryeza e punës, na bën të ndjehemi mirë, na largon nga pjesa e dhimbjeve akute të shpinës, të fundshpinës, si edhe të qafës. Një nga problematikat më të mëdha të qafës, nga një kurs i fundit që bëra, ishte një problematikë që u prekte një përqindje shumë e lartë të popullsisë botërore, sepse e gjithë puna sot rrotullohet në zyra, pra ti patjetër ke telefonin, patjetër je ulur, dhe kjo është problemi më i madh, qëndrimi statik për një kohë të gjatë. Ne shqiptarë kemi dhe ishte bërë një studim i fundit për Shqipërinë, kemi problem edhe pjesën e djepit. Ne jemi një brez që pak a shumë jemi lidhur që gjithë në djep. Edhe djepi ka bërë një dëmtim të shtyllës tonë kurrizore, të cilët 60% e shqiptarëve kanë dhimbje mesi, kanë dhimbje qafe. Edhe domethënë ja kemi nga origjina në këtë që duhet të jemi të krusur dhe duhet me patjetër që të merrem me aktivitet fizik. Unë të them ty shumë faleminderit që ishe pjesë e jona. Faleminderit për pjesën. Shpresoj që të kemi prap episode të tjera bashkë. Në knesi. Dhe një impakt shumë të mirë për gjithë personal trainer dhe e palestrës në tërësinë e saj, e cila nuk është vetëm për forcimin e muskulaturës, por është edhe për rikthimin e një jetese normale pa dhimbje. Edhe të falenderoj edhe një herë për që ishe pjesë e podcastit tonë. Faleminderit ju.